Në botë ka shumë ngjarje sportive që njerëzit i përcjellin me pasion. Fal gazetarëve të sportit, miliona fansa në gjithë botën marrin informacione për klubin apo sportin e preferuar. Dita botërore e gazetarëve të sportit shënohet më datë 2 korrik për të njohur kontributin e gazetarëve në promovimin e sportit. Kjo ditë është zgjedhur për shkak të rëndësisë që ka si datë kur është themeluar Shoqata Botërore e Mediave të Sportit në vitin 1924. Kjo ditë festohet për t'u dhënë vullnet gazetarëve të sportit që të vazhdojnë punën e tyre profesionale dhe të rëndësishme. 2 korriku shënon ditën botërore të gazetarëve sportiv, një datë që na bën të reflektojmë mbi rolin thelbësor që ka gazetaria sportive në zhvillimin dhe promovimin e sportit, e veçanërisht të futbollit. Gazetaria sportive nuk është vetëm informim, është edhe përgjegjësi, është përkushtim ndaj të vërtetës dhe pasqyrim objektiv i asaj që ndodh brenda dhe jashtë fushës së gjelbër. Ajo është urdhlidhse ndërmjet tribunave dhe dhomave të zhveshjes, ndërmjet klubeve, federatave dhe tifozëve, ndërmjet të kaluarës me sakrifica dhe të ardhmes plot shpresë.